kjo dehje që është e rinia, e cila domethënë një shahadet e ka për namazin, halas e ka të rregullt 5 kohë namaz mi fal kohën e vet. Gjumon është e fal domethënë për namazit i ikin. Agjerimin është e bën, po e bën formalitet sepse nuk ka namaz të rregullt, nuk ka dhikr, nuk ka lexim Kur'anit, nuk e shijon iftarin, se shijon syfyrin, nuk i ofron iftarin si syfyr kërkuj se Allah pe buxhetit babës. Haç zotën se mendon me shku zeqat, thot Allah s'kam pasuritë me dhon zeqat. Pak ka ibadete, edhe për shkak rrethonave, edhe për shkak kushteve, po që ato pak ibadete që i ka detyrë dhe obligim, edhe ato nuk i bën tamam. Edhe hiç nuk frikohet se nëse i vjen melekul mauti me shku te Allahu, si ka me shku. Edhe ty e pas parasysh këtë dallimin mes këtyre dy qasjeve, na e kemi përmend në hutbën tonë se sikur se ka ardhur në hadithin që transmeton Imam Buhariu nga njëri prej sahabeve që vjen përfaqësues i fisit të tij te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Damam ibn Thalaba radhiyallahu anhu, thotë ja Rasulullah, un kam marrë i deleguar i fisit tem tek ti me kuptuar se çka është Islami. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon kushtet e Islamit, 5 shtylla të Islamit: shahadetin, namazin, agjërimin, zakatin dhe haxhin. Kush i përmbush këto kushte edhe vdes ai shkon në xhennet. Allahu Akbar. Inshallah na tash na kjo është ymiti jon. Bile në hadithin tjetër me të njëjtën kuptim, me të njëjtën tematik, kur shkon domethënë ky pyetsi largohet nga i kuvendi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq. Sa e tha unë, shahadetin kanë me thon, namazin farzin kanë me fal, agjërimin farz kanë me agjëru, zakatin kanë me dhon, haxhin kanë me kry, edhe kur gjë s'ka me shtu më shumë se kjo. Veç obligimet bazike, farzet ain që quhet, farzi ain, farzet individuale kanë me kry. E kur u largun nga kuvendi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shpëton ky njeri nëse është i sinqert në atë që e tha.